Përveç testit të PISA, do më thonë PISA i ka detyrat që i mot këto shkatësi të ndryshme, PISA ka dhe pyetësor, që nëpërmjet pyetësorëve mandej bën statistika dhe ulëmtimeve të ndryshme, edhe grupet që ju kanë dhënë pyetësorët janë nxënësit, arsimtarët, shkollat edhe prind. Edhe në varësisht prej përgjigjeve, janë bë analiza të ndryshme, disa prej tyre komi i thekshu. Pyetësorët nuk janë obligative, do më thonë nxënësi ose shkolla ose mësuesi nuk e kanë patjetër me plotësu, ka ndodhur që janë kanë zbrasta, mirë po për atyre që janë plotësu, mundemi me gjetë shumë statistika interesante. Për shembull, problemet e shkollave, nëse i këshyrim krejt shkollat që kanë marrë pjesë në PISA, 11% prej tyre kanë raportuar se kanë probleme me vjedhje. Do më thonë i vjedhën gjona të ndryshme të shkollës. 15% prej shkollave kanë raportuar kërcënime ose ofendime të arsimtarëve. 29% të shkollave kanë raportuar vandalizëm, 28% kanë raportuar rrahje mes nxënësve dhe 50% kanë raportuar që ka pas kërcënime mes nxënësve. Problemet e arsimtarëve, nëse e këshyrim pyetësorin e arsimtarëve, në pyetjen a ki menu si vjet me lën punën, 8.9% arsimtarëve janë përgjigj pozitivisht. Në pyetjen janë bë poshman që janë bë arsimtar, 9.7 janë përgjigj pozitivisht. Puna më pengon në jetën personale, 22% kanë thonë që po, është e vërtet. Në pyetjen për stres, a keni stres në punë, 47% janë përgjigj që kanë stres. 58% janë përgjigj që kanë më shumë punë se që mundin me përballu. Edhe mandej ka probleme të shumta që me i paraqit krejt ish bo lista shumë e gjatë, ka probleme me kokëdhimbje, ka probleme me pagjumësi, smundje, lodhje e tjerë. Do më thonë nëse i këshyrim problemet arsimtarëve, munden mu paraqit shumë mirë. Çto janë problemet e nxënësave në bazë të pyetësorit që ju kanë përgjigj. Gati 10% për tyre kanë lajmëruar që në 12 muajt e fundit janë kërcënuar nga nxënësit tjerë. 16% janë përgjigj që nxënësa tjerë e kanë marrë diçka ose e kanë dëmtuar ndonjë pajisje që ka pas. 15% kanë lajmëruar që janë godit ose janë shtyr prej nxënësave tjerë. 14% kanë raportuar që ka qenë pjesë e një përplasje fizike brenda shkollës. 10% kanë thonë që nuk kom shku në shkollë për shkak sigurisë. Do më thonë, jam ndjej i pasigurt edhe nuk kom shku në shkollë. Edhe 6% për tyre ka lajmëruar që i kanë dhënë parë dikujt për shkak se i kanë kërcënuar. Do më thonë, unë kur kam pa këtë statistikë jam çudit, se kom menu që veç në filma ka kësi gjona, unë do më thonë sa kom qenë fillore dhe të mesme, nuk kom pa që si rast, edhe i pata fillu mi kallxu njerëzve që çështu ka thonë PISA 6% e nxënësave kanë raportuar diçka, edhe një shok që jep ke mësim me një gjimnas në Kosovë, tha, prej kurreshtjes i vjeta nxënësat, a ju kanë ndodhur ndonjëherë, edhe tha 2 nxënësa raportuan që i kishin ndodhur. Do më thonë në shkollë dikush ka ardhur, edhe i ka lyp parë nxënësave, edhe tha ja kena dhënë. Edhe çka ish më e keqja që kjo e kishte ndodhur që dikush jashtë shkollës ka hyrë në shkollë, edhe i ka lyp nxënësave. Do më thonë edhe për te problemet që i kanë mrena shkollës, vinë edhe persona prej jashtë shkollës. Gjatë 4 javëve të fundit, cilat ngjarje i kanë përjetuar nxënësat, dëshmitare i një zënke brenda ambienteve të shkollës kanë qenë 20% nxënësave. Kam pa grupet gangsterëve në shkollë, kanë thonë 25% nxënësave. E kam dëgjuar një nxënës që ka kërcënuar dikon tjetër, kanë qenë 26% nxënësave, edhe ka pa një nxënës me thik ose armë, 26%. Domethënë çdo i katërti nxënës e ka pa dikon që ka pas thik ose kërcënim. Prej kurreshtjes e këshyra thash ndoshta janë veç shkollat caktuar që e kanë këtë problem. Edhe ndoshta nuk është, domethënë qytetet caktuar, hajde qytetet më të mëdha, shkollat më të mëdha, mirë po kur i këshyra shkollat, 82% e shkollave e kanë, domethënë nxënësa prej 82% shkollave kanë përjetuar kërcënim ose përleshje ose thik ose armë. Domethënë në gati 80% shkollave të Kosovës i kanë ndodhur nxënësave me pa thik ose armë. Tash këto janë ata që e kanë lajmëruar rastin, mundet me pas shumë më shumë raste që se kanë lajmëruar.